Pas ditën e së martës është zhvilluar seanca plenare për miratimin e projekt vendimit për zgjedhjen e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit. Projekt vendimi për 11 komisionet e përhershme parlamentare u miratua me 77 vota pro, 1 kundër dhe 1 abstenim. Opozita nuk dorëzoi emrat e saj për kryetarët e komisioneve, ndërkohë që miratoi në mbledhjen e zhvilluar të grupit parlamentar emrat e kryetarëve dhe nënkryetarëve. Kështu, Komisioni për Ekonominë, Punësimet dhe Financat do drejtohet nga Milva Ekonomi, nënkryetare Rion Braçe, sekretare Zamira Sinaj. Komisioni për çështjet ligjore dhe administratën publike, kryetar Ulsi Manja, nënkryetar Damian Gjiknuri, sekretare Aurora Mara. Komisioni për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen, kryetar Bledar Çuçi, nënkryetare Olta Xhashka, sekretar Ilirian Pendavinji. Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet, kryetari nga opozita, nënkryetare Vis Kushi, sekretare Hatixhe Ekonomi. Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale, kryetari i takon opozitës, nënkryetare Eduard Shalci, sekretare Enriketa Jaho. Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm, kryetare Anila Denaj, nënkryetar Ceno Klosi, sekretare Ilva Gjuzi. Komisioni për të drejtat e njeriut dhe mjetet e informimit publik, kryetari i takon opozitës, nënkryetare Iris Luarasi, sekretar Ardit Bido. Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural, kryetar Blendi Klosi, nënkryetar Fadil Nasufi, sekretar Sajmir Hasalla. Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, kryetari i takon opozitës, nënkryetar Erion Malej, sekretar Arkend Balla. Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme, kryetari Igli Hasani, nënkryetare Bora Muzhaqi, sekretare Mariana Koçeku. Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunim dhe Mbikëqyrjen Institucionale, kryetar Fatmir Xhafaj, nënkryetar Ermal Elezi dhe sekretare Aulona Bylykbashi.